Do me imazh rënum se Alesja po rënon imazhin. Dhe ka rënu vetë imazhin. Ai ka kryetar parlamenti jeni pa logën që do të ne votën vota gjithë për t'ia dhënë Kucin Bashës. Ja çfarë bën Alesja? Alesja po bën, Alesja është një antitrup. Më sa mundësi ka por reagon kundra gjithë këtyre fenomeneve antidemokratike në PD. Kaq po bën Alesja. Sepse ka vujtin kurris, sepse edhe Alesja vetë po ta pyesë nuk e kam ditë kështu, sepse normalisht është e re. Po ato tema që këtu nuk janë tema të sotme, janë tema që fillojnë që me Sokolov Dashi, ku ndryshuan rregullat e lojës dhe nuk ngrihet zonë askush. Por kjo vrasja e antitrupave në Partinë Demokratike që unë kam analizuar në 2018, është një fenomen shumë negativ në parti. Ti mund të shkelësh çdo lloj rregull dhe asnjë nuk e hap gojën për kryt me po them në mënyrë figurative prapanisën e vet. Po nuk është normale kjo. Se ti jeni atë parti që të ndrosh rregullat. Nuk jeni atë parti të vegjetosh edhe të shkosh vetëm deputet, atje të marrësh votën edhe të rish si guat, kur shihet me sy që po mbytet anija në të cilën je. Në rastin e Alesja ka të drejtën ta çojë në momentin që i shkelin të gjithë të drejtat në parti. Ajo ka drejtën të referohet gjykatës, dhe referimi i gjykatës dera para përgjegjësisë nuk është përçarje e partisë, po vetë para përgjegjësisë ato që kanë këto rregulla. Dhe unë kam qenë në gjykatë në 2021 kur Kucin Basha bashkë me gjithë kryesinë më përjashtuan nga gara pas të drejtë.